Gati 2 vjet pasi u sekuestrua nga prokuroria e posaçme, landfilli Sharrës në periferi të Tiranës ndodhet në një situatë kritike. Mbetjet e groposura prej vitesh nga 5 bashkitë të vendit kanë krijuar një mal të lartë mbeturinash, ndërsa makineritë e tonazhit të rënd përpiqen që të krijojnë hapësira të reja për depozitim. Në shkurt të këtij viti, administratori shtetëror i kompanisë Integrated Energy Indrit Karaj informoi 5 bashkitë e zonës së trajtimit të mbetjeve të Tiranës se kapacitetet depozituese në këtë landfill janë në prag të ezaurimit. Ai ofroi si zgjidhje ndarjen e mbetjeve në burim për të shmangur një emergjencë të re mjedisore. Ezaurimi i kapaciteteve do të sillte pamundësimin e pranimit të mbetjeve dhe do të përballeshim me një situatë kritike, e cila do të kërkonte zgjidhje alternative nga ana juaj për të garantuar depozitimin. Të ndodhur përballë kësaj situate problematike, lutemi në bashkëpunimin tuaj për të nisur me zbatimin e praktikave për ndarjen e mbetjeve në burim. Ndarja e mbeturinave në burim nënkupton që çdo familje të diferencojë për qëllime riciklimi plastikën, qelçin, letrën dhe llojet e tjera të mbetjeve, duke reduktuar sasinë që dërgohet për asgjësim në landfill. Por ky proces kërkon investime në infrastrukturë dhe ndërgjegjësimin e publikut, dhe ndonse është e përcaktuar në ligj, nuk është realizuar asnjëherë në Shqipëri. Gjatë dekadës së fundit, strategjia e menaxhimit të integruar të mbetjeve u la në arrest pasi qeveria e kryeministit Edi Rama vendosi të shpenzonte miliona euro për ndërtimin e 3 inceneratorëve në Elbasan, Fier dhe Tiranë. 3 kontratat koncesionare përbëjnë një ndër aferat më të mëdha korruptive të viteve të fundit, ndërkohë që inceneratorët ose nuk funksionuan ose nuk u ndërtuan asnjëherë si në rastin e Tiranës. Landfilli Sharrës është vend depozitimi më i madh në Shqipëri dhe pranon mbetje nga bashkitë e Tiranës, Durrësit, Kavajës, Vorrës dhe Kamzës. Detyrimet ndaj kontratës koncesionare që mbajten në fuqi kanë sjellë rritje të kostove për bashkitë, ndërkohë që asnjëra prej tyre nuk ka zgjidhje alternative për depozitimin e mbetjeve. Në bashkinë e Kavajës është ngritur një grup pune për të adresuar shqetësimet e administratorit të landfillit të Sharrës, por ndarja e mbetjeve në burim konsiderohet e pamundur për të realizuar në një kohë të shkurtër. Vetëm kostova e dërgimit të mbetjeve në landfillin e Sharrës mbi 1.200.000 euro. Pa përmendur pjesën tjetër të kontratave të pastrimit dhe të shit të shtosh këtyre kostove. Edhe një kosto tjetër të ndarjes në burim. Është një projekt i dështuar në thelbe. Shteti shqiptar ka pasur historikisht një strategji të vetën për ndarjen e mbeturinave apo e mbetjeve në burim, por nuk është realizuar në asnjë bashki dhe në asnjë moment. Për ekspertët e mjedisit, emergjenca mjedisore e shkaktuar nga afera korruptive e inceneratorëve ishte e pritshme dhe kërkon ndërhyrje urgjente nga qeveria. Menaxhimi i Sharrës do duhet të kishte filluar që 2 vjet më parë. Në fakt, sot jemi shumë vonë për ta bërë këtë. Në momentin që filloi konfiskimi i Sharrës, do të duhej patjetër nga qeveria të mendojë se si do të funksiononte ky aset. Sepse nuk është projektuar për të qenë landfill, është projektuar për të qenë incinerator. Ky landfill nuk mund të zgjatësisht përjetësisht. Menaxhimi i mbetjeve sot në Shqipëri është më kaotik se 10 vjet më parë. Pikërisht për këtë arsye, sepse ne nuk përdorim më dot landfillet dhe kapacitetet ku është investuar sot shteti shqiptar. Janë të mbingopura. Çuçi sugjeron që trajtimi i mbetjeve të rikthehet në shinat e ligjit për të shmangur emergjencën dhe krizat e vazhdueshme mjedisore.